çka dini ju për shkolla shtëpia? A din ti kush diçka për shkolla shtëpia? Hajde? Ata nuk kanë shku në shkollë, për në shtëpi kanë mësu. Se nuk kanë shku në shkollë? Se ka pas luftë. Nuk kanë rrezik. Shkolla nuk kanë mujt me shku edhe para se me fillu lufta. Për atë arsye ka fillu rezistenca. Se ka ndosht, i kanë mshel komplet shkollat, i kanë largu njerëzit prej pune, edhe për atë arsye, Kosovarët jënë quë dhe kanë thonë, neve na vynë drejtësi. Edhe jënë hapë shkollat shtëpiat, që si pas hulumtimeve që kanë ndodhur pas luftës, kanë qenë afro 3500 shkolla shtëpia, ku shqiptarët i kanë hapë shtëpitë e tyne, edhe nxënësat, mësuesat kanë shku aty dhe kanë bajt mësim. Që kjo është një ndër format që e pa ma herët, pra nuk kanë pas banka për mu ullë, disa për ty nuk kanë pas, po shumica për ty nuk kanë pas banka mu ullë, o dasht mu ullë në tokë, me qitë fleta dhe bardha në për shpinën e kolegu që e kanë pas për para, edhe aty me imbajt shënimet që ka jënë të mësu.